Kam jetu këtu prej që kam lindë dhe vazhdoj me jetu prapë. Vrella është një fshat, si po e shihni, me bukuri të rolla natyrore, me pozitë të jashtëzakonshme gjeografike, po edhe me një histori shumë të bujshme. Është, muj me thonë, është ndër fshatrat më të vjetra në Kosovë. S'paku në bazë zbulime të arkeologëve që i kanë bo, në fund fshatet e qenë 2 kilometra për këtu, është zbulu një fshat për 35 shpive banimi, që arkeologët e thojnë është 6.000 vjetë para epokës së re. Do më thonë, i vjetët dikun rreth 8.000 vjetë. Po nuk kanë bo gërmime për shkak se nuk kanë mjete materiale, e me gërmu me qitë si përfaqe po dëmtohen. Ty që janë të prit momentin, me intervenu qeveria dhe me zbulu atë vendbanim. Do më thonë është dikun në Ronik, Skenerajt edhe dy vena tjerë, gjinën vendbanime deri me tash, kaq të vjetra. Gjithashtu për mi fshat, këtu një 500 metra për këtu, është zbulu një varë. I vjetë 2000 vjetë si mas arkeologëve, është i punun prej gurit, me qemer pa material, po veç me gur të thot, edhe me derë të hymjes. Një bashkëshatar të e qelë kanonin për ujtë pijes, ka hasë në kanarat arkeologët, e kanë rrëthu, i kanë po pak zbulime, po ka me të ashtu prapë. Me siguri që ka... A ka pas në shkrem atë në gurë, ose diçka? Jo, nuk ka pas në ta gurë, por jenë zbulu gurë, na i thëmë është një kanjon i madh, të lugu i madh i thëmë, është gjetë një gurë, që një nënë e ka të rafsht, jenë vizatum 2 njerëz, 2 kalaveshat rushit edhe gjarbni, me ta që është shaje i lirëve, rushi edhe gjarbni janë shaje i lirëve të vjetër. Blaka i thot se për fatokeq, rreth 50% e shtëpive në fshat janë të bushatisura. Këtë bisedë e zhvilluam në oborrin e mullirit shekullor, i cili i ka mbjetuar kohës dhe vazhdon të jetë në funksion edhe sot. Ma nalt atje afër atij shkomit që po shihet nalt, është edhe sot ekziston, është një temel i murit gurit, po një 50 metra i gjatë. Që është ai që ka pas njerëz që kanë jetu atje edhe atëherë. Këtu është fol, kanë thonë që o kon liçek kjo pjesë e Dugaxhinit, po masanej përmes Gdrinit është zbrazë dhe tash, po kjo nuk është e vërtetuar. Sot i vrell ka 1600 shtëpi banimi, ka dikun, nëse i morrim i llogarisëm dhe qytetarët që janë jashtë Kosovë, dikun për 5000 banor, po këtu rezident janë dikun ka 3000 banor, fatkeqësisht 50% shtëpive janë zbrazë, sepse janë mergjimtarët janë jashtë, ata vinë një herë në vit, rrinë 2 javë, 3 javë dhe shkojnë, nëse vinë 2-3 herë në vit, po kryesore janë thota. Si që në thota dhe banesat në përket qytetit Kosovë, që e dini atë punë.